Përshëndetje të gjithëve, drejt për së drejti, ky është edicioni informativ i lajmeve a orës 18. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qindra fanca të këngëtarit të njohur Kanye West ka nisur të mblidhe në Eagle Stadium, ku ai do të nisë koncertin në orën 20. Report Televizion ka pyetur disa prej tyre, shumica të huaj, të cilët thonë se kanë ardhur në Shqipëri, posaçërisht për të ndjekur koncertin e reperit amerikan. Stadiumi ndodhet në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës dhe drejti mund të shkohet me autobus të dedikuar, i cili merret në qendër çdo 20 minuta. Kulmi organizuar ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri nga protesta e flamingove në Tiranë dështoi. Google ka ndërhyrë duke zbuluar llogaritë false dhe duke rikthyer vlerësimet e merituara. Kryeministri Rama thotë se ky sulm digjital i motivuar politikisht nga pengmarrësit e protestës dëmton imazhin e vendit dhe ekonominë e familjeve që jetojnë me turizmin. Problemet kardiake po prekin gjithnjë më shumë moshat e reja dhe përveç faktorëve gjenetik, po ndikon dhe stili jetës dhe ushqimi i pashëndetshëm. Vitet e fundit, 15% e rasteve të infarktit ndodhin te personat në moshën 45 vjeç. Mjekët apelojnë për kontrolle periodike të paktën një herë në vit. Rusia lëshoi një valë sulmesh ndaj Kievit me raketa balistike duke lënë të paktën 11 plagosur civil. Zelenski thotë se marrëveshja me SBA-n për sistemet raketore Patriot duhet përshpejtuar dhe se ka krijuar një komandë të re për të goditur në thellësi Rusinë, kryesisht në infrastrukturën për punuese të naftës. Trajneri anglis Thomas Tuchel i druhet përballjes sonte me Norvegjin, edhe pse nordikët s'kan luajtur kurrë në çerkfinalet e një botërori. Sipas gjermanit, eliminimi që i bën Brazilit tregon për potencialin që ka norvegjezët. Sytë e tifozëve janë kurioz, dështojnë edhe për plasjen e dy prej sulmuesve më të mirë në botë, siç janë Haaland dhe Kane. Fillojmë më gjerësisht, sonte në mbrëmje në orën 20 mbahet koncerti i këngëtarit të njohur Kanye West. Qindra fansa të këngëtarit të njohur me famë ndërkombëtare Kanye West ka nisur të mblidhen në Eagle Stadium. Këto janë pamjet që Report Televizion po përcjell në këto momente, ku shikohet prania mjaft e madhe e fansave, janë pamje të drejtë për drejta nëpërmjet dronit, ku tashmë kanë mbritur fansat e shumtë të këngëtarit të njohur Kanye West, i cili pas pak rreth orës 20 do të nisë edhe koncertin e tij. Të shumtë janë të huaj që kanë mbritur për të ndjekur këtë koncert të reperit të njohur Kanye West. Pamjet me dron të drejt për së drejti po i përcjellim në këto momente, ku si shikohet ka një numër të jashtëzakonshëm të fansave cilët kanë blerë një bilet për të ndjekur në këtë stadium të improvizuar koncertin e reperit të njohur. Stadiumi mban 60.000 vende, gjithçka duket e qetë dhe normalisht për sa i përket hyrjes, sepse kuptohet që janë qindra dhe mira fansa, cilët si shikohet nga këto pamje të drejt për drejta nëpërmjet dronit që Report Televizion po sjell në këto momente. Gjatë këtij edicioni informativ, numri është mjaft i lartë dhe pritet hyrja në stadium. Në orën 20 do të nisë edhe koncerti i shumë pritur, ku siç edhe po shohim nëpërmjet pamjeve, është një numër i jashtëzakonshëm i fansave, janë jo vetëm shqiptarë, cilët do të ndjekin nga afër këtë koncert madhështor. Për herë të parë për masave të tilla që mbahet në Shqipëri, kemi parë koncerte të shumta, kemi parë koncerte në stadiume, në sheshe, po kur në një stadium të improvizuar me 60.000 vende, me një kapacitet jashtëzakonshëm dhe që është patyshim një gjë e rëndësishme që për herë të parë pra ndodh në Shqipëri, ku e gjithë vëmendja, le të themi, e të rinjve, të rejave, por edhe e fansave të tjerë të moshave të ndryshme që kanë ardhur dhe nga jashtë, enkas pikërisht për të ndjekur këtë koncert. Kolegja Brina Goce pak minuta më parë ka marrë dhe opinionet, ka pyetur fansat, ata cilët kanë një bilet për të qenë në këtë koncert madhështor që nis në orën 20 në Eagle Stadium. I ndjekim shkurtimisht së bashku, pasi ka edhe shqiptar, por edhe të huaj të shumt në numër, në fakt që ka një bilet për koncertin e sot.
Jam nga Tep Elena dhe kam ardhur në Tiranë për koncertin. Pëlqen Kanye West, çfarë pret nga koncerti, çfarë pret nga kjo natë? Me pëlqen Kanye West dhe pres që t'jetë shumë e mirë. How do you see Albania? We are both from Greece. We came from Athens. We are here 4 days now. We went to Durres, we went Tirana, and I see a town that is been rebuilt, a lot of constructions and going better. I think it's a very beautiful capital. Is the first time in Albania? Vim nga Greqia, kryeqyteti është mjaft i bukur, kjo është hera e parë që vim në Shqipëri, ndihemi mirë, është bukur dhe të shohim pra sa do të qëndroni në Shqipëri, vetëm një ditë kuptohet, dhe çfarë mendimi keni për koncertin, është mirë, dhe padyshim që është për ne të rinj dhe I'm from Greece, Thessaloniki. Jam nga Greqia, nga Thessaloniku, është hera e parë, e dua Shqipërinë. Është shumë mirë, sa ditë do të qëndroni, 2 ditë. 2 ditë do të qëndrojmë. Are you many people here from Greece? Ke ardhur me njerëz të tjerë nga Greqia? Po, kemi me Nikolasin, po të dua. Jam nga Suedia, sa ditë do të qëndrojmë, dhe padyshim që të hënën largohet, ka ardhur për koncertin. Është era e parë që vini në Shqipëri, po është era e parë që vinë në Shqipëri dhe është padyshim një shpresojmë të kalojë mirë, të kalojë mirë këtu. Çfarë mendimi keni, si mendoni për koncertin? Është një gjë e rëndësishme dhe një gjë e mirë dhe padyshim prandaj kemi ardhur. Është era e parë që vim në Shqipëri. Kemi ardhur vetëm për të parë Kanye West, enkas pra për të parë Kanye West. Janë të rinjtë e shumë. Në fakt, është era e parë që vim në Tiranë, na pëlqen Tirana. Janë opinione dhe mendime, padyshim të rinjve, të cilët kanë ardhur enkas për të parë, në fakt, Kanye West, koncertin që pritet të nisë pas pak, pritet nisë pra pas pak. Këto janë pamjet me dron, të cilat ne po i shohim së bashku dhe pam edhe opinionet dhe mendimet, padyshim intervistat e të rinjve, cilët shumica e tyre për herë të parë në Shqipëri, për të parë nga afër, kanë ardhur ekskluzivisht për të parë koncertin e Kanye West. Këto janë pamjet, plot e për plot, siç duket kjo rrugë dytësore që çon fiks tek stadiumi improvizuar Eagle Stadium, 60.000 vende, janë qindra dhe mira fansa të huaj, por edhe shqiptar, padyshim, të cilët do të hynë në këtë stadium të improvizuar dhe do të ndjekin koncertin, performancën e jashtëzakonshme të Kanye West. Shumica janë padyshim të ri, ka të shumë që kanë nga vendet fqinje, po kështu edhe nga Suedia, siç u shpreh njëri prej tyre, nga Greqia shumë të ri, jo vetëm nga Selaniku, ndërkohë që këto janë pamjet me dron që Report Televizion po përcjell prej disa minutash në këtë edicion informativ. Një eventi, një përmase të tillë, si koncerti i Kanye West në Tiranë për kryeministrin Edi Rama është një marketing global për Shqipërinë, një komunitet i tërë botror që do të vijë vetëm të shijojë muzikë, por dhe të vizitojë vendin, thuhet në reagimin e Ramës. Duke i përgjigjur kritikave për financimin e pjesëshëm të koncertit me 4 milion euro nga qeveria shqiptare, Rama thotë se kjo shifër është një investim që do të rikthehet nga mira vizitorë, të cilët në 48 orët e fundit janë shtuar në hotele, apartamente, restorante, bare, dyqane, por dhe te taksit. Më shumë se sa 4 milion shkruan Rama, do t'jenë ato që do të rikthehen edhe në vetë arkën e shtetit nga rritja e konsumit, thekson kryeministri, duke shtuar se anulimi i koncertit do të ishte në dëm të imazhit të vendit. Kryeministri thotë se të mendosh se kultura është luks, është një opinion i gabuar. S'kemi buks, na duhet kultura, gabim. Kultura nuk është vetëm ushqim shpirtëror, por dhe ekonomi, turizëm, zhvillim, buk. Shqipëria nuk fiton duke u fshehur nga bota, shkruan Rama. Shqipëria fiton duke sjell botën në shtëpinë e saj, përfundon reagimin e tij në rrjetet sociale kreu i qeverisë Edi Rama.
Sulmi organizuar ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri nga protesta e flamingove në Tiranë dështoi. Google ka ndërhyrë duke i rikthyer bizneseve vlerësimet e merituara përpara se të binin pre e reviewve negative në seri nga llogari false, të cilat po verifikohen nga ana e policisë. Kryeministri Rama thotë se ky sulm digjital i motivuar politikisht nga pengmarrësit e protestës dëmton jo vetëm imazhin e vendit, por direkt ekonominë e familjeve që jetojnë me turizm. Terror digjitale quan kryeministri Edi Rama sulmin e organizuar ndaj bizneseve të turizmit në Shqipëri, të cilët u goditën në seri me vlerësime negative në platformat online, duke dëmtuar reputacionin e tyre në kulmin e sezonit. Për kreun e qeverisë, ky sulm ka pas personat që sipas tij kanë marrë peng protestën në Tiranë. Të pashpjegueshme, sipas tij janë kritikat e shënuara së fundmi për Kalan e Rozafës. Po me Kalan e Rozafës, çfarë keni o patriota, apo ta shkatrojmë sa të mundemi turizmin se duhet i përzemt huajt dhe të kthehemi tek koha kur hanim njëri tjetrin. Uroj që prokuroria të veprojë një orë më parë me këta dhunues të pronës publike e private dhe shantazhues të qytetarëve të këtij vendi. Me ndërhyrjen e autoriteteve shqiptare, Google është duke rikthyer në gjendjen fillestare të para disa ditëve review-t e 10 bizneseve të sulmuara në dirigjimin e organizatorëve të protestës, të cilët e deklaruan hapur nga podiumi se të gjithë protestuesit kanë bërë kritika negative online për subjektet që ata pretendojnë se kanë vjedhur pronat shtetërore. Ka një sulm kibernetik nga gjithë protestuesit ndaj disa bizneseve. Platforma Google evidentoi lehtësisht se këto llogari ishin false. Ky plan tashmë dështoi, por dëmi ndaj imazhit të turizmit mund të jetë i vështirë për t'u rikuperuar. Për ta ilustruar këtë efekt, kryeministri Edi Rama shpërndan një artikull të Tirana Examiner. Dëmi i pakthyeshëm që ndron në një bilans që askush nuk e mban, rezervimet që nuk u bën gjatë atyre 4 ditëve, anulimet nga udhëtarët që pan një vlerësim 2.4 dhe vendosën të mos rezervonin, apo agjencitë e huaja turistike që në heshtje zhvendosën një blok dhomash drejt Korfuzit. Sipas Ramës, artikulli shpjegon se si një organizim i motivuar politikisht u kthyen në agresion ekonomik kundër vendit dhe familjeve që jetojnë me turizmin. Kriteri për zgjedhjes ishte afërsia politike dhe jo cilësia e shërbimit, ndërsa një pjesë e madhe e komenteve, reviewve, përshkruanin përvoja të sajuara që në fakt nuk kishin ndodhur kurrë. Një familje gjermane që krahason vijat bregdetare në Korrik nuk sheh një hotel të afërt me qeverinë me një vlerësim të keq. Ajo sheh një hotel shqiptar me një vlerësim të keq dhe rezervon Korfuzin. Analiza argumenton se objektivi ishte krejtësisht politik dhe jo real për cilësinë e shërbimeve të bizneseve. Lista e objektivave përfshiu hotele, grupe tregtare dhe kompani mediatike në pronësi të personave që perceptoheshin si të afërt me qeverinë. Mbi 10.000 llogari të krijuara rishtazi enkas për të bërë review negative ndaj bizneseve u identifikuan nga policia e shtetit në një hetim që vijon. Ju mund bëni pjesë e sondazhit ton duke votuar tani në sondazh.tv në shqiptaria.com. Gafa e sulmeve ndaj bizneseve, a e ka dëmtuar frymën e protestës? Është kjo pyetja e sondazhit ton. Po 80.1%, jo 16.9% dhe disi 3%. Deri tani në total kanë votuar 1457 lexues. Vijonit votoni në shqiptaria.com, në sondazh.tv, votoni tani pa humbur kohë. Sali Berisha zbuloi gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët se Partia Demokratike kishte anuluar një protestë planifikuar për t'i lënë hapësirë protestës që vijon në Tiranë. Pas 8 majit, kur ishte era e fundit që Sali Berisha organizoi të tijet në shesh kundër qeverisë Rama, kryepartisë demokratike thotë se kishte protestën e radhës opozitare, por planet e tij u prishën nga një tjetër protestë që e ka rezervuar kryeministrinë prej 42 ditësh tashmë. Ne me datën 8 qershor do thrisnim protestën e radhës. Por ndodhi kjo protestë rinore qytetare dhe ne nuk donim të bënim karshillek. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, Berisha la të kuptuar se nuk do të këmbgul më për primaret për kandidatët për kryetar bashkie në zgjedhjet e 2027-s, por topin ja kalon Këshillit Kombëtar. Të gjitha këto do i përcaktoj Këshilli i Arshëm Kombëtar në mbledhjet e veta.
Pavarësisht se ka deklaruar se I është revokuar non grata, pyetje se kur do të shkojë në SBA për vizitë Berisha nuk I dha një përgjigje të drejtë për drejtë. Me ndonjë rast shpresoj nga vjeshta po të ketë një aktivitet ndërkombëtar ose kombëtar. Kryedemokrati vijoi sulmet ndaj SPAK duke thënë se gjithë struktura e posaçme është e kontrolluar politikisht, kur u pyet për një kërkesë tjetër të SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Është nga alfa tek omega I dashur mik I kontrolluar nga Edi Rama. Kreu I PD e quajti edhe një herë antikushtetues, akti normativ përmes së cilit qeveria dha 4.2 milion euro për koncertin e Kanye West. E pikërisht ne do të qëndrojmë tek koncerti I Kanye West, ku tashmë që prej orës 15 ka nisur transporti nga qendra në drejtim të Eagle Stadium, aty ku do të mbahet një stadium të improvisuar koncerti që nis në orën 20. Ne do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun ton Sokol Tema, I cili ndodhet pikërisht në qendër të kryeqytetit, aty ku janë vendosur një linjë urbanësh pra për të transportuar edhe qytetarët. Përshëndetje Sokol. Po Nertil, përshëndetje, tashmë ora ka kaluar pra 18:15 minuta, teksa autobusët të cilët janë vënë tashmë në dispozicion për të lëvizur dhe për të dërguar pra në destinacionet e Eagle Stadium, aty ku besoj për më pak se 2 orë do të nis pra edhe koncerti I këngëtarit Kanye West, ka nisur për të dërguar pra qytetar, fansa të cilët janë tashmë një pjesë shumë e madhe e tyre rrugës për të shkuar tek stadiumi dhe një pjesë që sa vinë dhe shtohen pra për të shkuar edhe atje. Prej më shumë se ndoshta 30 apo 40 minutave që u ndodhen pra në këtë hapësirë, autobusët janë tmerrsisht të shpejt pra ditën e sotme dhe të shpesht, të cilët vinë mbushen plot e përplot pra me fansa dhe më pas nisen në drejtim të destinacionit, pra atje ku do të nis edhe koncerti pak më vonë. Sigurisht që bien më tepër në sy që ka shumë të huaj, pra të cilët kanë prerë bileta dhe kanë vendosur pra të ndjekin koncertin e këngëtarit të famshëm nga Tirana për të kaluar pra momentet pa harrueshme besoj për të gjithë. Patjetër që koncerti ka krijuar pra disa lëvizje sa I përket paktën policisë rrugore për të vijuar me qarkullimin e automjeteve pa problematika, teksa këta të fundit pra policia rrugore është vendosur në disa prej akseve kryesore për të vijuar pa problematika qarkullimin. Patjetër që zonat më të prekura mund të konsiderohen ato si të Laprakës, të zonës sa Stirit apo tek kthesa e Kamzës, por që me praninë e policisë të paktën deri më tani më bëjnë me dije pra se ngecjet kanë qenë minimale dhe po menaxhohet mirë pra trafiku edhe pse është një ditë e shtunë. Në këtë ritëm besoj që pritet përfundoj si thua shkuarja e të gjithë fansave në drejtim të Eagle Stadium, aty ku do të vijojë pra më pas koncerti për disa orë me radhë dhe që siç edhe mund të shihet në këto momente, autobusët janë të shpesht, ka raste që brenda 2 minutave pra vjen tjetri, mbushet tepër pra për të nisur në destinacion dhe për t'i lënë pra radhën autobusëve të tjerë. Eri theksoi që bien shumë në sy pra që ka shumë të huaj pra të cilët janë të pranishëm dhe që kanë vendosur të ndjekin pra nga Tirana koncertin e këngëtarit të famshëm. Mirë, faleminderit Sokol, do t'jemi sërish në të tjera lidhje të drejtë për drejtë. Një 74 vjeçar humbi jetën si pasojë e asfiksis nga zjarri që përfshiu apartamentin ku ai banonte në rrugën Kristaq Prifti në Korçë. Viktima është identifikuar si Urim Hysolli, I cili u gjet pa shenja jete në banesë. Sipas të dhënave paraprake, flakët shpërthyen në katin e parë të pallatit, ndërsa tymi u përhap në të gjithë godinën. Në vendngjarje mbritën menjëherë forcat zjarrfikse dhe policia, të cilët bën të mundur evakuimin e banorëve dhe shuajnë e flakëve. Fshinjët tregojnë se I moshuari jetonte në një apartament me një çift në dhoma të ndara që u kishte dhënë me qira. Sipas tyre, 74 vjeçari konsumonte alkool dhe dyshojnë se zjarrin mund ta ketë ndezur qëllimisht, pasi edhe një ditë më parë kishte tentuar një gjë të tillë. Në apartament, në momentin e rënies së zjarrit, kanë qenë edhe personat e tjerë që banonin aty, të cilët kanë arritur të dalin jashtë në kohë. Ngjarja pritet të zbardhet nga grupi hetimor dhe prokuroria e Korçës. Ndjekim tani një blok shkurt me të tjera zhvillime.
Një automjet që dyshohet se drejtohej nga një 16 vjeçar u përplas me një shtyllë ndriçimi në zonën e Fanit në Mirdit, mbrëmjen e së premtes. Si pasojë e goditjes 6 të mitur të afër me njëri tjetrin, mbetën të plagosur dhe po marrin trajtim në Spitalin e Traumës në Tiranë. I mituri drejtues dyshohet se e kishte marrë automjetin pa lejen e të rriturve. Për drejtimin e automjetit pa mbushur moshën për të pasur një patent, ndaj 16 vjeçarit nisi një hetim. Një automjet doli nga rruga në unazën e madhe të Fierit dhe si pasojë e përplasjes së fortë, një i mitur pasagjer në makinë mbeti i plagosur. Ai është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Grupi hetimor nisi punën për përcaktimin e shkaqeve të këtij aksidenti. Policia e Tiranës zbuloi 3 lokale ku organizoheshin lojra të ndryshme fati. 2 persona ranë në pranga, 2 u shpallën në kërkim dhe 4 të tjerë po jetohen në gjendje të lirë. 3 makineta, një tavolinë pokeri, çipsa, letra bixhozi dhe 5 celular që shërbenin për këtë veprimtari u sekuestruan. Aktiviteti zhvilloi në biznese të marra me qera. Policia e Kukësit vuri në hetim një grua për prodhim dhe shitje të narkotikëve, ndërsa bashkëshorti i saj bashkë me djalin u shpallën në kërkim. Familjes ju zbuluan një parcele kultivuar me kanabis në fshatin Gështenj. Blut sekuestruan 215 bim kanabisi dhe rreth 3 kg kanabis që u gjetën në banesën e familjes. Hetim nisi edhe për kurepllakun e fshatit për shpërdorim detyre. Radhë kilometrike janë regjistruar këtë të shtunë në doganën e qafbotës për të shkuar në Greqi. Gjatë paradites, prej disa orësh fluksi automjeteve ka krijuar radhë më shumë se 2 kilometra deri në afërsitë të kryqëzimit me rrugën hyrëse për në qytetin e Konispolit. Në 2 muaj, maj dhe qershor është shënuar rekordi hyrje daljeve në pikat kufitare të qarkut Kukës me Kosovën, mbi 2 milion qytetar, me një mesatare ditore prej më shumë se 42.000 personash. Mira qytetar nga Kosova zgjedhin të udhtojnë drejt Bregdetit shqiptar, parkut kombëtar të Valbonës dhe destinacioneve të tjera turistike për fundjavë dhe pushime verore. Vetëm gjatë 4 orëve të para të kësaj të shtune, në Morin kanë hyrë 12.431 qytetar nga Kosova. Policia kufitare ndëshkoi me gjoba dhe bllokoi mjetet lundruese në 2 raste në Vlorë dhe Fier. I pari në afërsitë të Bregut në plazhin e Semanit, ku drejtuesi i xhetskis rrezikoi sigurinë e pushuesve. Ai u ndëshkua me gjob 500.000 lekë të rinj, si dhe me bllokimin administrativ të mjetit lundrues. Ndërkohë në plazhin e Hidrovorit në Vlorë u pikas një gomone që lëvizte pranë pushuesve. Mjeti drejtohej nga një austriak që nuk dispononte dokumentacionin përkatës. Ndaj tij u vendos gjob 510.000 lekë të rinj, si dhe u bë bllokimi i mjetit. Problemet kardiake po prekin gjithnjë më shumë moshat e reja dhe përveç faktorëve gjenetik, po ndikon dhe stili jetesës dhe ushqimi i pashëndetshëm. Vitet e fundit 15% e rasteve të infarktit ndodhin te persona në moshën 45 vjeç. Mjekët apelojnë për kontrolle periodike të paktën një herë në vit. Temperaturat e larta të kësaj vere japin veçanërisht ndikim tek persona që vuajnë nga sëmundje kronike të zemrës, hipertension dhe diabet. Temperaturat e nxehta kanë një rol të rëndësishëm në pacientët tanë kardiak, të cilët dekompensohen dhe paraqiten pranë urgjencave, kanë një shtim të shpeshtimit të rasteve në moshat e reja dhe kjo vjen dhe si pasojë stilit të jetesës, obezitetit, pra faktorët e modifikueshëm që ne i quajmë. Duampirja, përdorimi i cigareve elektrike. Mjeku kardiolog në Spitalin e Beratit Edison Skëndo thot se ataku kardiak tashmë nuk është më një sëmundje e moshës së tretë, por po prek edhe të rinjt. Është ulur pragu në moshën nën 45 vjeç, 35 deri në 45 vjeç. Faktorët genetik, pra hiperkolesterolemia familjare, në 5 deri në 10% të infarkteve, ato ndodhin në moshën nën 45 vjeç, shkaktohet nga mbyllja e një ene koronare, nga musfunizimi i muskulit të zemrës me oksigjen dhe me gjak, dhe për pasojë ndërhyrja nga ana jonë në mënyrë të shpejtë është shpëtuese për muskulin e zemrës dhe për vetë jetën e pacientit nëpërmjet koronarografisë. Mjeku këshillon se për të evituar raste tragjike, së pari duhet ndryshuar stili i jetesës dhe duhet të bëhen kontrolle periodike te specialistët. Pra, nuk duhet ardhur vetëm në momentin që ai ka ankesa specifike.
Duhet bërë një check-up analizash për të parë, duke filluar nga sheqeri i fshehtë, kolesteroli, veshka, analizë gjaku, tiroidja, kontrollet periodike dhe tek moshat që janë dhe 35-45 vjeç, minimalisht ne rekomandojmë një kontroll të paktën një herë në vit për të parë. Evitimi i vapës, i pikut të orëve të nxehta të temperaturave, rihidrimi i vazhduar, ushqimet sa më të lehta. Në repartin e kardiologjisë të Spitalit Rajonal të Beratit dhe në Poliklinikën e Specialiteteve, fluksi i vizitave ambulatore është rritur ndjeshëm, duke arritur në rreth 60 deri në 70 vizita në ditë. Ishte gjithçka, ndajemi këtu, Miru Takovshi.